shpërndar një proklamat, një qarkore, një urdhër që secili nga antarët e kryesisë Partisë Komuniste të Edi Ramës të marrë, duhet vi patjetër me 15 persona të tjerë me vete. Pra, presion i hapur, shantazh kriminal, shantazh banditësh, shantazh bande hajdutësh dhe kusarës, të cilët i detyrojnë bashkëpunëtorët që t'i shoqërojnë. Unë i thirrja administratës shqiptare, të nderuar zonja dhe zotërinj që punonin në administratën shtetërore, qoftë në bashki, qoftë në komuna. Distancohuni nga këta bandit. Mos e mirëni veten dhe fëmijët tuaj në qafë. Edi Rama kërkon që kur të rrokullisë të marrë dhe ju me vete. Por në qoftë se ju dëmroni Edi Ramën, do shkoni bashkë me të në gremin. Po a them nga eksperienca që kam